Sektori i turizmit po përjeton një rritje të ndjeshme të kreditimit teksa operatorët dhe investitorët po përgatiten për një sezon veror që pritet të jetë edhe më i fuqishëm se një vit më parë. Sipas të dhënave të fundit, duket se kreditimi për sektorin e turizmit ka arritur një rekord të padiskutueshëm në muajin shkurt të këtij viti. Shifrat flasin për rreth 1.3 miliard lekë ose rreth 12 milionë euro hua të re në muajin e dytë të vitit, me një rritje prej 63% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Pesha që ka patur kredi e re për akomodim dhe shërbim ushqimor ndaj totalit sa i përket muajit shkurt të vitit 2025 vlerësohet në 7.2%, ndërkohë kjo vlerë për shkurtin e vitit 2024 regjistrohej në 3.6%. Theksojmë se huaja e re për turizmin në muajin shkurt të këtij viti regjistron rekordin më të lartë historik të paktën që nga viti 2017. Bankat kanë dhënë ndjeshëm më shumë hua për tregtinë dhe turizmin edhe përgjatë vitit 2024, duke reflektuar një interes të shtuar për zhvillimin e këtij sektori. Vlen të theksohet se kjo rritje është e lidhur ngushtë edhe me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe rritjen e kërkesës për shërbime turistike. Sipas të dhënave, huaja e re për këtë sektor u vlerësua në 12.8 miliard lekë vitin e kaluar ose rreth 26% më e lartë se në vitin 2023, ku vlerësoi në rreth 10.2 miliard lekë. Ekspertët vlerësojnë se kjo rritje është një sinjal pozitiv jo vetëm për sektorin, por edhe për gjithë ekonominë, pasi turizmi është kthyer në një nga motorët kryesorë të rritjes, me ndikim direkt dhe indirekt në punësim dhe konsum. Megjithatë, sfidat mbeten të pranishme, përfshirë mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar dhe nevojën për standarde më të larta në ofrimin e shërbimeve turistike.